Përshëndetje, shikues të nderuar. Sonte kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me një grua e cila i flet publikut në dy mënyra. Me zërin e saj informues dhe me zërin e saj të ëmbël që prek zemrat tona. Sidomos moshën kur unë isha adoleshente me një super hit 17 vjet i kam. Ajo është Aurora Susuri Kunga. Aurora, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Donika, faleminderit për ftesën. Pas ke një ambient të mrekullueshëm, unë po ndihmem shumë komfort, ta shohim gjatë bisedës. Gjithsesi, kjo është edhe qëllimi im, t'i shoh njerëz edhe t'i njohim për te profesionit të tyre dhe t'i njohim më shumë si njerëz, sepse gjithë ne bartim petk edhe nganjëherë duhet ta hekim ato edhe t'jemi njerëz të Para se thjeshtë. gjithash njerëz jemi, Po. fillimisht. Sakt. E jetojmë jetën si gjithë të tjerët. Të lutem Aurora, tregoma një përditshmëri të anës. Qysh fillon një ditë e jotja? Me kafe, me shumë kafe. Unë jam adhuruese e madhe e kafes. Kështu që zgjohem e pi kafen, hap telefonin, laptopin, informohem për çka ka ndodhur dhe çka e pret. Çka do të ndodh gjatë ditës, sepse zakonisht i dim edhe ato çka kush viziton vendin tonë ose po e ndërlidhi me profesion. Pastaj mundohem të menaxhoj ditën, të ndaj. Kohëve të fundit po mirëm më shumë me vajzën, ka pas një ndërhyrje në këmbë. Vazhdojmë të shkojmë në fizioterapi, kthehemi në shkollë. Pastaj përgatis drekën. Asnjëherë nuk lë shtëpinë pa drekë, edhe nëse nuk kam kohë, nëse nuk e cika më herët, ndodh që edhe në mramje e përgatiti për nesër, ose edhe kur kam ndonjë udhëtim ju lë. Mundohem që fëmijët t'i mësoj të konsumojnë në shtëpi. Je personi që i flet publikut në dy forma, me zërin informues dhe me zërin tënd të ëmbël. Ku e gjen veten ti më tepër? Patjetër tash, po flas në këto momente, televizion, më herët në muzikë, jo se ju kom shmang muzikës, unë vazhdoj të këndoj, po pak me disa ndryshime në zë, po besoj se të dyat kanë të bëjnë me artin. Kur ka fillu lidhja jote me mikrofonin? Shumë e vogël, shumë e vogël. Në shtëpi, në rrethin familjar, duke pas parasysh se kemi pas nanën me muzikë, mire me muzikë Gjithashtu vjen edhe prej një familje që në marrë me një artin, me familje, kulturën. që ashtu e një familje e gjerë, ku janë marrë me muzikën, me artin, me aktrimin, dhe të gjitha kanë bë pjesë në formimin tim, si të dashurisë ndaj muzikës, ndaj artit, dhe pastaj ka qenë shumë e lehtë për mua me kalu edhe në televizion. Ku e një vetën atë rahatin më tepër? Se te mikrofoni gjithsesi, po te pjesa e informacionit apo te këndimi? Tash me kalimin e kohës, besoj se në televizion. Në fillimet e mia të punës në televizion, thoja, zoti, kisha këndu 50 këngë rënd dhe e kisha atë ndjenjen e rahatis, atë ndjenjen ku ti e mbizotnon ose e zotnon një profesion, më flinte shumë muzika. Po pastaj fillova në televizion dhe ju shmanga muzikës. Nuk isha mundësi t'i bëja të dyjat. Për shkak obligimeve familjare, po të dukte më shumë ngarkesë? Të gjitha nga pak. Angazhimi im në televizion dhe këndimi im në atë kohë, sepse nuk kishim ku të këndonim Donika, këndonim në për kafene, edhe sot e kësaj dite këndot. Qëndrimi i gjatë deri në orë të vona, pastaj obligimet
zgjuarja herët për të shku në punë. Pastaj ishin ato të gjitha përgatitjet që u deshën dhe të praktikoja faktikisht një punë të cilën unë e fillova në televizion, nuk isha gazetare, unë isha thjesht dizajnere grafike, studioja dhe punoja në një të përdiqme, në gazetë të përdiqme, si në faqosje, thyrje të faqeve, dizajn, dhe pastaj u hap ky konkursi në televizion dhe unë kalova me njerë, ishte diçka shumë e madhe, diçka për të cilën nuk... A e di që ke qenë simpatia ime kështu gjithmonë të kom pëlqy, edhe sidomos me këngën 17 vjetë, unë atë kohë isha pikërisht në adoleshencë. Dhe aq shumë të kom admiru, nuk e ke idenë. Kështu që me kënaqësi të kom shiku dhe të kom dëgju. Faleminderit Donik për këto fjalë, po ne e di që kemi qenë edhe homologe në atë kohë. Në atë kohë unë në radio-televizionin e Kosovës. Po, e di shumë mirë. Kënga 17 vjen si një lloj proteste, kur nuk e di në kohët në vitet e 90-ta, kur pikërisht e përmende adoleshentën, shumë pak mbaj mend atë kohë, të kohës së adoleshencës, ndërsa të fëmijërisë më të hershme po, sepse ishin vitet e 80-ta. Vitet e 90-ta ishin të vështira për të gjithë. Dhe unë ndonjëherë fillova të këndoj dhe ndonjëherë merja për t'i kënduar këngë të huaja, u desh të shkruaja këngë, t'i dëgjoja vazhdimisht dhe t'i përshkruaja. Pastaj t'i mësoja se si t'i këndoja, edhe vazhdoja t'i këndoja. Po fillova dhe të shkruaj. Dhe teksti 17 vjet është pikërisht kur unë isha 17 vjeçare. Dhe jo në atë vrullin e pjekjes të hormoneve, po në atë pakënaqësitë tona që nuk i arrinim gjërat e dëshiruara në vitet e 90-ta, duke pas parasysh se në atë kohë unë të dy prind i kisha në arsim. Dhe ishte vërtet një kohë shumë e vështirë, jo vetëm për prindët e mi, po për të gjithë. Një luftë për ekzistencë. E vërtet, një luftë për ekzistencë, kur ty të mungonin ndonjëherë edhe gjërat elementare. Ele mo ti kërkonim ndonjë veshje, apo ti të ndiqnim modën. Ti e dallon me veshje, çdo herë ke pas një stil të veçantë. Mund tani pikërisht po më kthen atë kohën nganjëherë disa kapela kur ti shifsh aty i vendossh ato normal, model një këngëtare. Edhe më theshin, po përngjon me sytë si Aurora, aja ka qenë kënaqësia ime. Po pak po përngjon. Kështu që je dallu çdo herë me një stil të veçantë, me një veshje, me një karizëm tjetër, sa që kur thoshin e Prizrenit, mendojshim, është e Prizrenit kjo, ka arpi ndonjë vendit të huaj, sepse në atë kohë ka qenë revoluciona e veshja jote, stili, pamja, dokja, besa dhe guxim shumë i madh, sepse mu ekspozu te Morea, si u quan te ai... Morena. Te Morena kishim vend takimin të gjithë studentët, kur ishim një kafe shumë i mirë, me muzikë tepër të mirë, dhe me një pronar, një shoktimin, Lorikun, i cili na bënte shumë shpesh bashkë, dhe aty kalonim ditët studentore të pas luftës. Dua të ndalem pak te veshja është pak a shumë jo e imponuar, po e ka litur tek ne nga nana, nga familja, po. Guxim është kur ti e bën për herë të parë. Po nuk ishte unë një guxim, po thjesht doja të isha më alternative, më veçantë. Edhe ke arrit ato? Nuk e di, faleminderit, nuk më takon mua ta them, po më pëlqejnë gjërat e veçanta, gjërat që peshojnë, gjërat që binë në sy, pa marrë parasysh çka do të jetë. Nëse unë do të jem e thjeshtë, më pëlqen të kem një element të veçantë. Jo ndoshta të tërheq vërtet syrin dhe të mos flitet për ty, po të dallohesh. Kjo.
të Këtë e ke dallosh marrë me qenë se familjarisht dalloheni. Ndoshta nga që ju njoh familjarisht, e keni nga nana apo ka baba të trashëguar këtë pjesë? Nga të dy nga pak. Nga të dy nga pak. Prindët e mi, unë për shembull erdha një jetë në kohën kur u shënua, po do me lidh me Prizrenin pak edhe me prindët e mi, kur shënua 100 vjetor i lidhjes së Prizrenit. Dhe jo në qershor, po në 10 orë. Ishte një borë shumë e madhe kur unë linda. Erdha në jetë nga prindët e mi, po prindët e mi u takuan në Prizren, nga se familja babait tim jeton në Prizren. Mirë po nana, jo. Nana vinte nga Shkupi, me prejardhje nga Gjakova, gjyshin nga Deçani, gjyshin nga Shkodra, një kombinim shumë interesant, po që të dy punonin dhe jetonin në Shkup në teatrin kombëtar të Shkupit, të dy aktor. Nëna studionte muzikën, edhe po, dhe kur hapej teatri në Gjakov, atëre i thrasin si dy aktor për të punësuar në teatrin e Gjakovës. Edhe me që në Gjakov nuk ishte shkollë të muzikës, nëna u thonë për në Prizren, vendosë në Prizren për të mbaruar shkollën, edhe një vit sa po i kishte mbetur shkollë të mesme. Aty takon babin tim, nëna në muzikë, babi mishte pjesë në pjesë teatrale, aktorante, në shoqërinë kulturore artistike Agimi, ku dhe unë për disa vite kom qenë antare e korit. Të thot pas të drejtë që u prezentova që vini prej një familje me kulturën, me artin. Po ke të drejtë, po. Edhe pse nuk e kom ditë për babin që pas ka qenë... Babi sa po ishtë kthyer nga Amerika, kishte studiuar në Amerikë, sepse në atë kohë ka qenë shumë e lehtë paramendo prindi im të studionte në Amerikë, ndërsa fëmiu i vet, jo unë, për shembull në vitet çfarë na erdhën, çfarë pasuan, vitet 80-ta, 90-ta. Dhe takuan ata, lindi unë në një borë që ma kam përshkruar mbi 1 metër dhe vendosin të ma vënë emrin Bërbardha, sepse bora e madhe, po ishin propozime, duke përshtat me borë. Po që lindi ideja të kem emrin Aurora. Babi më quaj Agim, dhe Aurora është perëndesha që hap dyert për të kaluar Agimi. Po. Sa lidhje e bukur. Dhe kështu, kur kishim një fëmijë të lumtur, në vitet e 80-ta, në atë kohë kur çdo gjë ishte e bukur, me shoqëri, me një, tashmë e dini, Prizreni është shumë multikulturor, multietnik, një lloj-llojshmëri, dhe kishim... E ke pas vështirë të ndahesh nga Prizreni kur ke anë studime këtu? Po gjithkush vazhdon jetën studentore, dhe në Prizren nuk kishim fakultet të vazhdonim studimet në Prizren. Tash më janë bërë më shumë vite në Prishtinë se sa në Prizren. Të mungon? Shkoj shpesh në Prizren. Apo? Shkoj shpesh, po. A kishe mendu mu rikthyer atje me jetu? Jam adaptu në Prishtinë, në Prishtinën kaotike, me këtë jetë hektike, se gati janë njësa mere po vate. Fillosh lirë, edhe diçka po të mungon, edhe vetëm edhe për parimi, kryetari, edhe... Kështu që, nuk e di, nuk në atë kohë sa ishim studentë, ti besoj, nuk e ndjen atë mungesën e prindërve, gjithmona e dëshira me largu prej prindërve, kur i ketë 18 vjetë, dhe shijon jetën studentore, njofton shoqëri të re, fillon puna, fillon angazhimi studentor, provimet,
Edhe me shumë kënaqësi kur shkoja në Prizren, i gëzoja prind me notat që merja, me provimet që i jepja. Kështu Donika. Mirë. Një përmbyllje apo një përshkrim i rrugtimit tënd, zhvillimit tënd, familja, gjitha ato. Aurora, tregom diçka, me qenë se tu bën shumë vite në televizion edhe sigurisht ke pas shumë peripeti, ke pas do një moment të sikletshëm sepse e dini që ju identifikojnë pavarësisht në mënyrë të pavedishme apo të vedishme, sidomos se kanë atë pjesën për partitë politike ose lidhje me lajmin. Reagoj kështu, i takon kësaj partie, i takon asaj partie, se qëndrimi, e ndoshta ju e bëni komplet në formë të pavedishme dhe një mimike dhe një gjuhë të... Shqo njerëz që punojnë media duhet të jenë njerëz neutral, apolitik. Duhet pastaj jashtë televizionit ato qëndrimet që i ke, sepse ne secili voton, po secili ka një përkras të tyre politik. Mirë po, gjatë prezantimit të lajmit, duhet të jesh shumë neutrale. Patjetër që ka momente kur dikush të thotë edhe pse lexove këtë lajm, ti po qesh, po që kur po flet për LDK-n po qesh, ose kur po flet për PDK-n ti po mrollosh, ose jo, unë qesh kur është për më qesh, sepse ndonjëherë edhe mimika transmetoj një lajm. Ose mrolem, ose të kurem në fytyrë, kur nuk mundesh ta thuash një lajm të hidhur, sidomos me ndeshjet dhe me fatalitetet që po ndodhin, nuk mundesh me buzëqish. Të gjitha janë përjetime. Po, njerëzit të cilët punojnë në media i kuptojnë. Dhe njerëzit të cilët janë në shtëpi dhe i kanë favoret të tyre politike ose bindjet të tyre politike, dikuj i konvenon, dikuj nuk i konvenon. Mirë po, ajo që unë kom arrit deri tash dhe dua të jem përshikuesi, duhet të jem e njëjtë për të gjithë.
A është e vështirë sepse, apo si balancon, të regon të lutna se nuk është e lehtë t'jesh kaq gjatë afër ekraneve, edhe si balancon mes jetës tonë private dhe asaj publike. Tashmë po më bën nga 2001 jam në televizion 24 vite. Në shtator më bën 24 vite. Do të thotë Shumë gjatë. po. Në vitin 2001 isha në televizion kur filluan, edhe nuk e harroj kur, edhe shumë shpesh e përmendi kur ndodhen sulmet me 11 shtator në Amerikë. Ishte të mërshme dhe jam kthy, i kam thonë vetes çfarë po lypi unë në televizion, o zot, a vjen çfarë ngjarje, sa po dolëm prej luftës, ishte një luftë pas luftës, ishin ndodhi, nuk e di. Ishte shumë, unë isha në fakultet të arteve, mirresha me të bukurën, edhe kënej në televizion kishim lajme jo të mira. Po që dita ditës, ti fillon e mësosh, fillon dhe ambientosh, fillon edhe Bëhet pjesë e rutinës tane. patjetër që bëhet pjesë e rutinës tonë, patjetër që ti duhesh të me informim të vazhdueshëm, të përditësuar. Atëherë ti fillon edhe të flan puna jote. Pastaj, në një kohë nuk mundesh të arrish në sukses, jo vetëm në televizion, po në çdo punë tjetër, nëse ti nuk e dashuron, nuk e adhuron atë profesion, dhe ti nuk e jep maksimumin tënd. Çka është maksimumi jot? Dush më përgatit, dush më qenë fleksibile, dush më qenë e përmbajtur, e durueshme. Pavarësisht asaj bagazhit të nditor që ke përjetu. Sidomos puna në televizion të konsumon tepër, ka një ritëm tjetër, unë për shembull vlerësimin e sekondës edhe minutave e kam mësuar në televizion. 10 minuta më dukshin, 10 minuta janë shumë. Televizion mëson sa ka vlerë një minutë dhe sa ka vlerë jeta. Aty e mëson. Pastaj kjo pjesa e jetës familjare, krijimit të familjes, përkushtimin ndaj bashkëshortit, përkushtimin ndaj fëmijëve, është një pjesë tjetër. Unë kur nuk kam dashur me i përzi të dyjat. Unë kur jam mundu, sa herë kam shkuar në punë, të kem një të mos mbaj në bazë vetës, jam munduar që pjesën bashkëshortore, pjesën familjare, fëmijët, t'i lë gjithmonë në shtëpi. Brenga gjithmonë tek prindi është mirë, po mos t'i përzi. Mos t'i baj me veten punë. Sidomos edhe çështjet dhe punët e vështira që kemi pas në televizion, mos t'i bartin shpe. Sepse aty mundohet njëri me gjetë një balancë. Dhe kjo është një balancë i përkryer, sepse ti punë që i ke në televizion e të përcjellin pavarësisht edhe në shtëpi, po nuk merresh me to. Dhe çdo përfundon aty. Dhe patjetër si nane 3 fëmijëve, unë ka qenë e vështirë të nik. Ti e din edhe vetë puna në televizion të merr kohë, të merr punë. Edhe është punë me shumë përgjegjësi, sepse kurkush nuk e din në për çka ke kaluar deri te ardha për të dalë në ekran, derisa të dhezën dritat. Po, patjetër se më ka ndodhur dhe njerëzit më kanë thonë ti shumë bukur po dukesh, pindrej që thojt, flokt. Po unë e thoj të flokti i rregulloj vetë. Unë i marr 2 orë kohë në shtëpi, rregullona. Unë zgjedhi garderobën vetë, mu nuk kam ndonjë kreatore që mu vesh përveç mami që më ka ndihmuar gjithmonë me ide. Dhe aty këtu me një setër, me një qepje, se unë fal mami di edhe të qepi pak vetë, edhe di pak t'i ndryshoj, t'i bëj disa kreacione që më përshtaten edhe të sjell ndonjë ndryshim tek veshja ime. Po të gjitha i bëj vetë. Edhe në shtëpi, me është e lehtë kjo, sepse dihet që me të vërtet t'jesh grua edhe t'jesh gruaja suksesshme si që je ti edhe në profesion, edhe në familje, me të vërtet është sakrificë e madhe. Edhe nuk është as pak e lehtë. Dëshira për punën.
dëshira për jetën. Arrin. Dhe arrin. Po duhesh ti organizosh, ti menaxhosh. Sa që unë në një kohë isha qaq, merre një fëmijë, dërgon në shkollë, merre tjetrin, dërgon në parashkollor, shko në edicion të lajmeve, ktheu. Sa që ndonjëherë përgatitjet për një ditë të rregullt, të cilën unë e menoj me qenë në rregull, e ajo e rregullt dhe e zakonshme është që të ushqehen fëmijët, përgatiten për shkollë dhe të kam kohë të punoj me fëmijët e mi, me detyra, me edukim dhe me shumë gjëra që duhet të ketë një fëmijë i formuar, sepse fëmiu nuk don me ditë ose nuk pyet për ngarkesat e tuaja. E vërtet. E kjo është tipik një jetë e një moderatore, apo? Sepse ju jeni moderatore në edicionin e lajmeve. Trego ma t'lut në dallimin, sepse te ne shumë i përzim këto gjana gazetar, gjithë janë gazetar, moderator gjithë janë, autor e emisionit. Po. T'lut na veç spjegojmë pak. Unë e shoh dhe shumë student që vinë në televizione të bëjmë praktikën, secili prej ata kanë, sepse moderim nuk ka lëndë. Prezantuese nuk ka lëndë. Kështu që shumë gazetar vinë dhe qëllimin e vetëm që hynë në gazetari është moderimi. Marrin ndonjë po. Po tash është shumë e lehtë. Tash kemi të gjitha rrjetet sociale, secili mund të jetë moderator në një formë, protagonist. Ftyrë publike. Na ka jep mundësia na është dhënë përmes rrjeteve sociale dhe hovit të teknologjisë. Unë për vete nuk kam qenë gazetare. Unë për vete kam konkuru në një konkurs të hapur ku bë thirrje për moderatore të lajmeve. Dhe u futa në televizion dhe kur beso që as nuk e kam pas iden në pyetjet që mi bënte atëherë kryeredaktori Duga Gjengorani, o zë çfarë sikleti kam pas, nuk e ki iden. Përveç pyetjeve të ftyrave publike dhe ata që udhëheqin vendin tonë ose përfaqësues të unë mikut, mi bëj të ketë pyetje çaq përveç Kofi Ananit në atë ku askën nuk e kom njoftë. Thjesht, sepse isha koncentrume u kry lufta. Bëden dyqysh s'ka mo... Aurora di që më ka bo përshtypje. Merë me një Auror që këndon të jazz, edhe ta shohesh mas një kohën, televizion duke i dhënë lajmet aq serioze. Për që aty është e ngjecja ku unë e kum lënë muzikë. Edhe, adin, shifsha dhe të shat, mërë zot, qa po lyp kjo këtu? Unë si vendose prej, sepse një kontrast shumë i madh. Do me thonë, asgjë me jazzin, asgjë me muzikën, një pozicion komplet tjetër, sepse ti je edhe prezantuese e lajmeve, do një farë serioziteti, ju në pamje jeni shumë serioze. Kështu që tregom jetën e përditshme ku është Aurora, ose përgjigj më pyetje së parë, si vendose aty të kalosh? Shumë e thjeshtë. Unë të thash, u hap konkursi, vazhdova me punë. E pe kuptoj konkursin, po mendimin unë doja të mirësha me muzikë tonika, atëherë ishte pak e vështirë. Dhe nuk isha e gatshme të udhëtoja jashtë vendit, sidomos koncertet më të mëdha, ata që kanë kënduar në vitet e 90-ave dhe ishin në diaspor kryesisht, jo në vendin tonë. Nuk kisha mundësinë unë të nuk isha në ekipin e këngëtarëve të cilët të pranonin që shkonin me këndu jashtë. Pastaj unë me mundësitë e mia vetënake. Unë kam këndruar me të gjitha bendet, rock bendet, e në për çdo qytet të Kosovës, në për çdo aheng ku ka qenë rinia më e mbledhur, më elite, më ata që e njohin muzikën, artë të dashësit, adhurust e muzikës. Po. Dhe unë vazhdova në televizion, vazhdova dhe të këndoj. Gjatë interpretimit në muzikë kisha tjetër sjellje. E përjetoja
Shpirti lirë. Maksimum. Nuk bënte për mu punë, a janë 10 persona në publik, apo janë 10.000. Unë isha vetëm, e përjetoja. Dhe kur kalova në televizion, kisha të bëj me publikun, njëjtë. Nuk e kisha të njëjtë, si kur këndoja, si në televizion. Sepse këndimin e mbizotroja. Nuk po them që ata që më njohin mund me folë për mua sa kam kënduar dhe si kam kënduar, se tash po t'inglloj pak jo modeste. Po, kur fillova në lajme, atëre këtë drejt është një tjetër person. Një tjetër person. Dhe nuk mund është të përshtatesh. Edhe pse kisha të njëjtin publik, po kisha një nivel të përgjegjësisë tjetër. Media t'japin e përgjegjësi. Një nivel të përgjegjësisë tjetër. Sepse televizioni nuk është dalësh Plus në kohën kur të ju keni këndosh fillu, dhe të improvizosh, po është televizioni një përgjegjësi e madhe. Dhe i flet një mase. Po duhesh të kesh një impakt tek shikuesit që të shikojnë. Televizionin kam pas fat ku kam fillu, ka qenë një ndër televizionet, ti e din dallimin, se ke qenë në radio televizioni, në RTK, unë në KTV, televizion shumë i veçantë, me një program të shkurt, sa po kish filluar, po krejtë ndryshe. Krejtë ndryshe. Pa cenzura, një liri e ka pas, pak më ndryshe, një koncert. Dhe, po, e vërtet. Kishim një publik të jashtëzakonshëm, një shikueshmëri të jashtëzakonshme, ishim një televizion i fjalës lirë, fjalës së vërtet, fjalës pa anshme, direkte dhe shumë të besueshëm. Aurora, tregom tash, a mund ta bësh dallimin të tashmës dhe të kaluarës në televizion? Ku është dallimi mes? Nuk ka shumë dallime po menoj gjatë punës time, ku unë paraqitem para një ekrani, para një televizioni, para një prompteri, është pothuajse e njëjtë. Tash ndron kontenti, ndër përmbajtja. Ndron edhe ajo që lajmet janë tradicionale, po janë më pak të shikueshme. Sot a je ti për media më shumë, a jeni për rrjete sociale? Rrjetet sociale Sikur janë një hap para televizionit. Një hap. Sepse ti tashmë informohesh vazhdimisht me rrjete sociale. Do të thotë gjithmonë një hap përpara, nuk mundesh me e zënë. Po prap edicioni i lajmeve është ai i cili përmbledh një punë të tonë, një punë zinxhirore të gjithë gazetarëve. Dhe njerëzit ulen në shtëpi dhe shikojnë, është... Sa ke kohë ti me shiku televizion? Unë shikoj televizion, po tash më shumë po shikoj emisione të caktume, të cilat unë i parapëlqej, në YouTube, pak rri në telefon rri ndonjëherë mund të qëndroj vetëm kur aty për aty kam nevojë të hulumtoj diçka, të shfletoj ndonjë diçka për të lexuar apo për të informuar, po më shumë në laptop. Vazhdimisht jam me kufje, vazhdimisht dëgjoj emisione, vazhdimisht lexoj, vazhdimisht e ngarkoj veten. Edhe kështu ka njerë kur mendoj thom ku ai një mëre që të lajm. Thom o zot, një ngarkesë harresa ka njerë, se kemi shumë informacione. E po, mandej kalojmë në një formë mekanike dhe i bojmë skip. Për shembull, ndëgjoj shumë njerëz që thonë kam probleme emrin, kam probleme. Nuk është problemi, është më shumë që është emra, po është nuk ndalemi. Ne e kemi kohë. E harron ato që te programon të truni që s'është i rëndësishëm për ty. Se minute që është diçka e rëndësishme, as ti asu nuk e harrojmë.
përderisa s'kem ndonjë patologji tjetër. Edhe Kështu që kjo është forma e të menduarit ti si doktoresh, a ka ndiku pandemia? Unë mendoj që po, ka ndiku normal se tash gjithë po lidhemi me këtë vakcinën, mirë po unë mendoj që stili i jetës na ka bërë që ma shumë harresa me ardhën pa. Pse pikrisht këtë formën që veç e përmendëm, do me thonë të menduarit mekanik, ose vetëm e programojmë trurin, skip, kjo s'më intereson, kalo tjetrën. Edhe kjo mandej aktivizohet vetë edhe kur ne dëshirojmë Aurora. Tash tu përgjigja si profesionaliste. Po faleminderit për përgjigjen Dorika. Patjetër. Deri tash i përmend edhe bëj këto, bëj ato, bëj këto. Do thotë merre me mend sa shumë je ngarkume, edhe informacionet i detekton vetëm ato që ti do mi ndëgju. Edhe pse me një ritëm njëjtë të gjitha i ndëgjon, pa aty ku diçka të prek ose ki interesin sepse është ndërdia që vetë u aktivizohet, ato e kap nuk e harron. Harresa, vakcinat, Covid i kalon pasoja, normal na e kemi edhe një traumë të pashëruar, e kemi luftën që falem, nuk po dhe unë me traumat besoj, ju e dini ma mirë profesionalisht, shfaqen pas 20-30 viteve? E vërtet. Shpalosën në momentet caktume dhe ti nuk e din, do njëherë, a thu pse kom që traumë, a thu pse reagova qështu, ose pse nuk dua me u përballë se vetë ka njëherë edhe i eliminojmë disa. Për shembull për mu, unë në këto momente, po shoh që po e kam një farë frige me hap telefonin, sepse aq shumë ka vdekje, vrasje, lajme, kronika të zeza. Nuk e di pse në kohën kur unë kom fillu në televizion, çdo televizion me raportin 24 orësh të policisë, po ti nuk ja transmeton publikut, sepse publiku duhet mësoj për televizionit, duhet edukohet për televizionit. Tash forma e lajmit, po ndërlidha me atë kontentin, tash ne aq shumë e him në detaje, sot edhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, detajisht tregojmë se si është therrë, si është bërë, me çfarë mjete, me çfarë, këto janë për mu shumë shqetësuese. Dhe për dikën, besa edhe mundet me qenë normale, se ne nuk jemi të gjithë të shëndosh mendresht. Vitin e kalum, së paku me student të në kohën, kam diskutuar dhe kam bo kërkes një instanca qendrore, sidomos për shembull lajmet për suicidin kanë qenë të tmerrshme. Cëllin portal që ke hap Aurora ka qenë suicid, bëri ky, bëri ai, bëri ky. Edhe mandej njerëz në një moment krize të vetën e përdorin si zgjidhje, e përdorin si metodë, edhe filloi numri të rritet. Edhe i ndoshta një kontroll mbi media, mbi ato se çka i servojmë, pikrisht po harrojmë që ne janë institucionet përkatëse për kontrollimin e mediave, po sa e bëjmë punën e tyre, edhe nuk e di. Po duhet me pas shumë parasysh edhe shëndetin mendor të njerëzve, sepse me të vërtet po ka një impakt shumë të rënd tek popullata. Unë mendoj që e luajnë një rol të veçantë edhe mediat Aurora, mendoni njëjtë edhe jo. Tepër një rol të madh, sidomos kur prek një mas. Një televizion mund me nxit një luftë. E vërtet është. Ti po e servon, ti po e edukon një gjenerat nëpërmes televizionit Aurora. Çka po i servon? Merre me mend VIP, llogaritet e na që ky term, çka je ti përveç një këngëtare? Të lutëm, ku janë njerëz, ku është intelekti këtij vendit. Të vetë quajtur VIP, të vetë ekspozuar para popullit dhe të beson ndonjëherë edhe të vetë klikuar për disa qarqeve, të cilët një numër i selektuar me klikona dhe e pëlqen. Për shkak klikimeve, vajte ta mësojmë edhe të edukojmë popullin tonë, le të shohim vlera. Le t'ja undrojmë mendësim pak, le t'i mësojmë me pa diçka më ndryshe. Jemi në një moment kur ne servojmë atë çfarë e don publiku. Po, është për keqardhje, nuk më pëlqen ta them, sepse unë po i rris edhe vetën jam këtu, po edhe fëmijët, dhe po e jetoj edhe vazhdimisht
Mendoj që edhe ju them fëmijëve të mi që atë që dëshironi të edukoni, nëse nuk ofrohet nga, mendoni që nuk ofrohet, sepse ofrohet nga institucionet arsimore, një fakultet i denj, dhe doni të shkoni të studioni jashtë, atëherë mos e harroni se vendi i juaj është këtu. Edhe me këtë rini të shnosh, po jo të kthyer nga përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale, po t'i shfrytëzojmë rrjetet sociale për të arritur diçka, Për t'u informuar. për t'u informuar, për t'u zhvilluar, besa, sepse gjatë të jetës ti informohesh edhe merr informacione dhe mëson. Po për ta përdor aty ku duhet, për të thith, të absorbu të nevojshme, jo të panevojshme. Dhe ku mbetëm te memoria të panevojshme, të harrojmë. Të keqen të harrojmë, mos ta regjistrojmë ose se kemi mjaft të regjistruara gjatë luftës dhe ato po shpërfaqen në mënyra të ndryshme. Mire tha, tani kemi kohën të shpërfaqen, sepse një traumë e shtypur herë të kur do simptomatologjia do të na del në sipërfaqe. Ne jemi ajo gjenerat që kemi shumë trauma të shtypura brenda vetës. Gjenerat që kemi mësuar në për shtëpia private. Nuk i pas, të gjitha i ki pas teorike, as që praktike, nuk i ki prek. Nuk mund është ta kesh një mësim produktiv atër kur ti nuk e prek, nuk e përjeton, nuk e sheh, ose mëson biologji, mëson mikroskopin, nuk e sheh mikroskopin fare, unë mikroskopin e kom pa në shkollë fillore, e jo në të mesmen, sepse ishin kushtet të tilla. Aurore, çka do t'i thoje një 17 vjeçare? Po kthehemi te kënga pikrisht me ato të njohëm. Unë, kur kam qenë 17 vjeç, e kam shkruar një mlef dhe e kam në tekst shumë bukur të shkruar. Nuk dua asgjë të besoj, sepse ishte kohë kur nuk e dinim çfarë të besonim. O si do të ishte jeta. Sepse nuk ishin vetëm vitet e 90-ta, po ishim një kohë të gjatë, të shtypur, edhe ishin pothuajse të përgatitur psikikisht se diçka do të vinte, diçka e madhe do të vinte. Dhe të përgatitur që hapin do ta ndërmerrnim ne. Edhe në atë ku nuk përpos muzikës që këndoja, përpos që mbanim në ato shkolla mësime me një shoqni të shëndosh edhe me shumë motiv për punë, e lindi teksti, vetëm 17 i kam, po dallon koha e 17 vjetë kur unë isha dhe një 17 vjeçari tani. Unë mendoj që edhe ne kemi pas të vështirë me rrethana të ndryshme, mirë po edhe këta e kanë koha e 17 vjeçarëve një vështirësi tjetër. Nuk e kanë luftën, po e kanë Stereotipe të ndryshme. patjetër. Pastaj kanë kërkesa. Shumë. Më pengon që janë të pakënaqur. Nuk i përmbush asgjë, sepse ne si prind në përgjithësi ju kemi servu shumë, sepse jemi ata prind të cilit kemi vujt shumë. Nuk i patëm, t'ju ofrojmë tanve. Ndoshta është gabimi edhe te prindrimi. Në Po- këtë rast them, gabimi është te ne, jo te fëmia. Ata nuk kërkojnë shumë. Ata janë rrit me këtë tempo. Edhe Jo, kërkesat neve na duken shumë, Aurora, se për ata janë normale. Po Sepse ndoshta fëmijët janë mësu me pasat standard. unë mendoj që edhe pak më vështirë kanë jetën se sa ne kemi pak më të thjeshtë.
jetën. Po, ne kemi pas jetë më të Shumë më thjeshtë, kemi pas thjeshtë. thënë shumë Po. të selektume, ndërsa këta s'kan selektime. Ne kemi pas, muj me thonë që edhe më të shëndechme në një aspekt të ushqyerit. Kemi pas disiplin, kemi pas regjim të fjetjes, nuk kemi qenë të ndikum prej informacioneve shumë. Po, 17 vjeçar duhet t'i besoj vetës, sepse është një kohë kur piqen hormonet dhe janë as në tokë, as në ajër, dhe gjithmonë ka një sprapsje mrapa ku jam unë dhe ku do t'jem në të ardhmen. Një porosi që kishe me lanë për publiku. Vazhdoni të më shikoni në live. Më e mira, mos e ndroni të shtaqen. Po më vje keq, lajmet janë të tilla, zhvillimet janë të tilla dhe unë duna t'ju jap lajmet këqija. Po që shpresoj se folëm pak më shumë me ndoshta për lajmet që po që ne kemi dhe lajme të mira. Kemi vazhdimisht lajme të mira. Edhe për mua, kur e nisi një edicion me një medalje të fituar nga një vend shumë i vogël, nga një gjudiste, për mua është krenaria më e madhe. Ata e kemi thesar kombëtar. Kemi edhe thesar tjerë, kemi këngëtar nga ky vend i vogël, edhe kemi njerëz shumë të çmuar në përbot. Kemi shumë profesionistë, të nis nga këngëtar, nga doktor shkence, nga sportista të ndryshëm që po na bojnë sportista të ndryshëm. E vërtet. Kështu dua t'ja nis edicionin. Më pak lajme të këqija të cilat jo vetëm unë jo, po edhe kolegët e mia, edhe i dëgjojmë, edhe i hapi, sepse është vërtet shumë të merruese. Tregom Aurora çka të impresionon, çka të pëlqen më shumë. I cekëm përveç muzikës, unë jam adhuruese shumë e madhe e filmave, kinematografisë. Aurora, me qenë se gjithë kalojmë ato kriza, cikletet tona, edhe sidomos përgjegjësia mediatike, çdo herë duhet me qenë maton. Tregom cili është ai mekanizmi të mbrojtës që te përdor raport me audiencën, me publikun, se nga njerë gjithë shpërthejmë, po qyshe menaxhon ti atë shpërthimin tonë? Me qetësi, me durim. Besoj se gjithçka. Numëron deri në 10 kështu në veti? Po, duhet me praktiku beson ndonjëherë edhe 20, në varet prej situatës. Shumë mirë. Po, ndodh edhe tërheqje. Është taktik shumë e mirë, një tërheqje. Sepse ajo vetim mbrojtëse është edhe kur ti gjendesh para një publiku ose para një shoqërie kur nuk je gatshme, varësisht prej mundit, nuk je gatshme ose nuk ki njohuri, vetja më e mirë është tërheqja. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit që na lejove të njohim Aurorën edhe të njohim atë brendësinë dhe mendsinë tonë si një grua, një femën e suksesshme. Faleminderit Donika, ndoshta nga dëshira për të tregu dhe të u shpalos më shumë, ndoshta edhe kam ngec diçka pa përmend, po besoj se jam e qartë për publikun dhe mos të prek dikë me ndonjë thanje. Unë ndjeva shumë lirë, Faleminderit. unë ndjeva shumë mirë, të dëshiroj të gjitha të mirat. Faleminderit. Duke fillu nga shëndeti, se pa shëndetin nuk jemi askushi. Jo. Dhe mbarësi, e shpresoj të fillosh edhe me ndonjë emision tjetër besa në vitet e të vim, e të flasim dikur ka pensionin, ndoshta. Uroj të kemi gjatësi aq të lartë, kështu që Ato e thash shëndetje. faleminderit. Faleminderit shumë.